Efektivët e policisë në Vlorë do të kenë një tjetër trajtim ekonomik i cili do të shtohet në favorizim të tyre. Ka ardhur tashmë në fuqi vendimi i cili parashikon kompensimin e të gjithë efektivëve të policisë, të cilët veprojnë jashtë vendbanimit të tyre. Janë me 10 ra të tillë sigurisht edhe në Vlorë, të cilët vinë për të vazhduar karrierën e tyre në uniformat blu nga qytetet të ndryshme të vendit, duke nisur nga radhët e efektivëve të rrugores dhe rendit e deri tek shkallët më të larta drejtuese. Gjithashtu, sot në çdo komisariat vendor veprojnë dhe punojnë me 10 ra të tjerë efektiv policie, të cilët edhe ata do të jenë pjesë e programit për kompensimin e punës, kur veprojnë jashtë vendbanimit të tyre. Kjo nismë synon të përmirësojë ndjershëm stabilitetin financiar të familjeve të tyre, pasi punonjësit e policisë së shtetit shpeshherë përballen me shpenzime të konsiderueshme për transport, veçanërisht në rastet kur transferohen në zona të largëta. Transferimi i punonjësve në zona të reja shkakton humbjen e vendeve të punës për bashkëshortët e tyre, si që duke krijuar vështirësi financiare dhe sociale për familjen. E në këtë vendim janë përcaktuar kriteret e sakta dhe procedurat lidhur me bashkëshortët, veçanërisht për kompensimin për papunësinë dhe përfshirjen e periudhës pa punë në vjetërsinë për pension. Kjo ndihmon në ruajtjen e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të familjes së tyre. Gjithashtu kjo nismë synon të krijojë një mekanizëm bashkëpunimi me zyrat rajonale të punësimit për të siguruar trajtim me përparësi për bashkëshortët e punonjësve në rastet e hapjes së vendeve të lira të punës. Në të gjithashtu garantohen kushte më të mira për strehimin e punonjësve të policisë, të cilët janë transferuar jashtë vendbanimit të tyre të përhershëm, duke siguruar që ata të kenë mundësi për të mbuluar shpenzimet e qeras për strehim. Kjo kontribuon në përmirësimin e kushteve të jetesës, por dhe lehtësimin e pasigurisë që mund të kenë ata dhe familjarët e tyre. Akti do të garantojë përmirësimin e cilësisë dhe do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e efikasitetit të shërbimeve publike në fushën e sigurisë dhe të rendit, në luftën kundër krimit të organizuar, duke rritur kështu edhe besimin publik.